Flamur Noka, Ilir Ali Mehmeti dhe Belind Klliçi prej disa ditësh po luajnë rolin e negociatorëve me partitë të cilësuara si opozitare apo antisistem në funksion të gjetjes së një kandidature të pranuar nga të gjitha palët që do të hyjnë në garën për kryebashkiak të Tiranës. Nga negociatat është përjashtuar vetëm Arlind Qori, Lëvizjes Bashk, teksa demokratët e konsiderojnë një ekstremist të majt, ndërsa i shprehet se nuk bashkëpunon me të korruptuar. Të tjerët në negociata përfshi Shqipëria Bëhet e Adriatik Lapaj dhe mundësia e Agron Sheajt kanë arritur të imponojnë negociatorëve që të pranojnë një kandidat jo politik ose jo pjesë të PD-s. Madje janë publikuar edhe 3 emra: Adlira Çepani, bashkëshortja e ish-deputetit të ndjer Gert Bogdani, Ermal Hasimja, ish-drejtor komunikimi i Sali Berishës në 2005 dhe i dorëhequr muaj më pas me pretendimin se do të ndiqte studimet në Francë, si edhe Florian Haçkaj nga diaspora për Shqipërinë e Lirë. Lidhja e vetme e tij me PD-n, nëse mund merret në konsiderat, është se ai është nipi i Halim Kosovës, mjeku të njohur i cili në 2015 ngaroi për postin e kryebashkiakut të Tiranës. Në deklaratat publike, Lapaj dhe Shehaj kanë kushtëzuar mbështetjen me faktin se ai duhet të jetë jo politik, gjë që duket se është pranuar në parim nga negociatorët e mandatuar nga Berisha, por në fund duket se do të jetë kreu demokrat që do të vendos. Deri më tani PD përmes negociatorëve ka pranuar imponimin nga Lapaj dhe Shehaj. Këta të fundit janë deklaruar se nëse kandidati nuk do të jetë jo politik, sikundër do të përcaktohet në një marrëveshje mes palëve, ata do të dalin me kandidatët e tyre. Në anën tjetër, të vetmit emra që qarkullojnë si kandidat në emër të PD-s janë figura politike me apo pa kusure në kurriz që deklarojnë se marrin përsipër të garojnë. Edhe pse nga negociatorët pohohet se edhe ata kanë emrat e tyre nga shoqëria civile apo stafet akademike, deri më tani nuk ka qarkulluar ndonjë emër konkret. Nga emrat e publikuar si figura jo politike, 2 prej tyre, Hasimja dhe Haçkaj, janë shprehur të gatshëm të kandidojnë edhe pse kanë paraqitur pak kushtëzime në raport me PD-n, edhe pse ajo është partia më e madhe në grupimin opozitar, pa mbështetjen e së cilës asnjë prej emrave që qarkullojnë nuk do të kishte shans për të fituar me sistemin dhe skemat zgjedhore që aplikohen në Shqipëri. Berisha pritet mbledh struktura drejtuese, kryesinë dhe grupin parlamentar, më pas ndoshta edhe Këshillin Kombëtar dhe ndoshta deri mbrëmjen e SHN-s, me apo pa aleat do të ketë një kandidat që do të synojë Bashkinë e Tiranës. Dhe në tavolinë do të jenë opsionet që 3 negociatorët kanë diskutuar me aleatë të natyrshëm ose jo, por pa përjashtuar surprizat minutës së fundit. Sot asnjë nga të mandatuarit e Berishës nuk janë gjendje të pohojnë se shefi i tyre politik nuk ka asnjë as nën mëng. Një kandidat dhe jo politik që mund të hidhet si surprizë në momentet e fundit, duke vënë në provë të gjithë ata që kërkojnë një gjë të tillë dhe kushtozojnë mbështetjen. Politika në Shqipëri ka treguar se zakonisht emrat që përfliten dhe komentohen më shumë digjen të parët. Në rastin konkret, ndoshta edhe për efekt kohe mund mos aplikohet ky parim, por duket po aq e vështirë të besohet. Edhe skema që Berishës mund të imponohen rregulla nga aleat, qoftë si emra ashtu edhe si profila. Ndaj dhe nuk përjashtohet opsioni që kreu demokrat mund të pranojë kushtin për një kandidat jo politik, por jo emrat e imponuar. Nëse do të pranonte të dyja, mund të gjendej përballë një presioni nga të tij pavarësisht masës, ndërsa do të përballej me komentet për një kapitullim duke pranuar imponimet.